Mjeku çudit botën, kamomili trajton këto 4 probleme. Ja kush duhet ta përdorë menjëherë. Kamomili është përdorur në mjekësinë tradicionale për shekuj me radhë për të lehtësuar ankthin, dhimbjet e stomakut. Ai njihet si një nga përbërësit më të mirë në çajrat bimor. Po pse duhet të përdorin njerëzit kamomilin? Kamomili konsiderohet një bimë e sigurt dhe është të përdorur gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Disa studime kanë treguar se kamomili i kombinuar edhe me bimë të tjera ka përfitime të mira për shëndetin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një produkt i përgatitur nga kamomili dhe ilaçet e tjera bimore ka rezultuar të jetë i mirë për lehtësimin e dhimbjeve të stomakut, ulçrave, të përzierave dhe të vjellave. Një tjetër përzierje e kamomilit duket se ndihmon edhe personat që vuajnë nga dhimbjet e barkut. Një shpëlarës goje me kamomil mund të trajtojë problemet e gojës të shkaktuara nga trajtime të ndryshme. Disa studime sugjerojnë se kamomili mund të ndihmojë edhe në gjendje të tjera si diarreat e të vegjëlit, hemoroidet, ankthi dhe pagjumësia. Kur përdoret në lëkurë, kamomili mund të ndihmojë në acarimet e lëkurës dhe lehtësimet e tyre. Disa studime kanë dokumentuar se mund të jetë efikas, po aq sa kremrat dhe hidroksionet për ekzemat. Por si duhet ta merrni kamomilin? Nuk ka doza të standardizuara të kamomilit. Studimet tregojnë se 1 deri në 3 filxhan çaj në ditë janë më së të mjaftueshme për të marrë përfitimet e tij dhe për të mos ndikuar në efektet anësore. Kamomili është përdorur si një ilaç tradicional prej mijëra vitesh, për të qetësuar ankthin, dhimbjet e barkut dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe një sër komplikacionesh që ju kanosen. Nëse përdoret me kujdes në përditshmërinë tuaj, kamomili mund të sjellë shumë avantazhe në dobi të vlerave të shëndetit. Ndaj, edhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga përdorimet më të mira për shëndetin tuaj. Kamomili ndihmon kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji i kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse ai përmban substanca të cilat luftojnë inflamacionet në trupin tuaj dhe ndikojnë pozitivisht në rigjenerimin e tij. Pijeni çajin e kamomilit në mëngjes kundër dhimbjeve, gjithashtu edhe kundër ankthit. Çaji i kamomilit do të nxjisë gjithashtu rezultate më të mira të shëndetit tuaj edhe në mbrojtjen e cilësisë tuaj të tretjes. Pijeni çaj në mëngjes dhe do të lehtësoni edhe inflamacionet. Çaji i kamomilit është një produkt fantastik ushqyes edhe për shëndetin tuaj duke nxitur një gjumë cilësor në mbrëmje. Pini një filxhan çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte qetësuese, lehtëson gjithashtu stresin dhe ju ndihmon të keni një gjumë më cilësor në mbrëmje. Çaji i kamomilit do të ndihmojë gjithashtu edhe në rastet se vuani nga problemet e ndryshme, siç është edhe migrena. Sapo të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme ta pini çajin rregullisht kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Ndaj përdoreni atë si një produkt fantastik në ndihmën e shëndetit tuaj, duke lehtësuar kështu problemet të migrenës dhe duke sjellë rezultate fantastike cilësuese për shëndetin. Zorët tuaja gjithashtu do të përfitojnë ndjeshëm nga përdorimi i kamomilit. Çaji i kamomilit u rekomandohet gjithashtu edhe personave të cilët kanë dhimbje të sindromës së zorrës së irrituar. Ato funksionojnë kundër gazrave dhe fryrjeve. Për një imunitet më të fortë, mund të përdorni në dietën tuaj kamomilin. Nëse prekeni rregullisht nga gripi ose e ftohura, atëherë mund të pini 1 ose 2 gota çaj kamomili në ditë. Ky çaj do të shkatërrojë ndjeshëm bakteritë e këqija të organizmit dhe do të ndihmojë gjithashtu në fuqizimin dhe rigjenerimin e tij. Çaji i kamomilit mund të jetë një ndihmë shumë e mirë edhe kundër të djegurave. Qytetrimet e lashta e përdornin kamomilin për të lehtësuar plagët dhe të djegurat në lëkurë. Përdorni çajin ose kompresa dhe i vendosni ato në zonat e lënduara të lëkurës. Kamomilin mund ta përdorni një bimë fantastike ushqyese edhe kundër rrafëve të zinj të lëkurës. Përdoreni çajin e kamomilit kundër rrafëve të zinj. Përdorni bustinat organike në formën e kompresave dhe kështu rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike dhe do të keni edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Kamomili është një produkt fantastik që mund të largojë gjithashtu edhe problemet e ndryshme të lëkurës, duke ndihmuar që ta zbardhni atë.
Kamomili mund të ndihmojë edhe në lehtësimin e problemeve të akneve. Kamomili është plot e përplot me antioksidan. Ai mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër problemeve të radikaleve të lira që i kanosen shëndetit tuaj të lëkurës. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve, për hapjen e poreve, largimin e bakterieve, kundër hendjeve e të tjera. Pini disa filxhan çaj kamomili për të qetësuar muskujt dhe bëni gjithashtu kompresa me çaj për të qetësuar dhe zbutur hendjen e gjymtyrëve dhe për të siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Kamomili është një produkt fantastik që mund të japë vlera të larta për shëndetin dhe si i tillë duhet të kombinohet në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë fantastike. Kamomili do të stabilizojë edhe nivelet e sheqerit në trupin tuaj. Kërkimet shkencore konfirmojnë se pirja e 1 ose 2 filxhan çaj kamomilin është një mënyrë efikase për të ulur luhatit e sheqerit në trup, për të përmirësuar shikimin, nervat dhe funksionin më të mirë të veshkave. Shtimi i çajit të kamomilit në dietat tuaja ditore do të mbrojë gjithashtu edhe kundër problemeve të irritimit të lëkurës. Të djegurat nga dielli, njollat, ekzemat, pickimet e insekteve mund të zbuten duke përdorur çajin e kamomilit. Çaji i kamomilit është një produkt fantastik kundër kontraktimeve muskulare. Çaji i kamomilit do të qetësojë muskujt sepse përmban glicin. Kjo substancë do të qetësojë nervat dhe është e dobishme kundër ankthit dhe problemeve që i kanosen nga stresi. Me çajin e kamomilit ju mund të bëni banjo, ta përdorni në formë gargare ose edhe kundër inflamacioneve në fyt dhe në gojë. Mund ta përdorni në formën e avullit ose në receta të ndryshme. Kamomili është një bime që praktikisht mund të japë shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit. Për shëndetin e mirë kardiovaskular, rekomandohet 1 deri në 2 gota çaj kamomili në ditë. Çaji i kamomilit zakonisht përdoret kundër çrregullimeve të tretjes, irritimeve të syve ose edhe me qëllim të relaksimit, gjithashtu edhe kur jeni të stresuar. Ekspertët rekomandojnë që të përdorni edhe mbrojtjen më të mirë të shëndetit në lehtësimin e tij. Gjithashtu çaji i kamomilit jo vetëm që do të na qetësojë edhe kundër problemeve të pagjumësisë, por do të japë rezultate fantastike në një gjumë më të mirë gjatë natës, duke ju ndihmuar në një relaks më të mirë dhe duke evituar kështu komplikacionet që sjell pagjumësia. Kamomili është një bime që praktikisht mund të japë shumë përfitime dhe vlera për organizmin tuaj. Falë flavonoideve që përmban kamomili vepron gjithashtu edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular në mënyrë korrekte, duke parandaluar komplikacionet e tij dhe duke sjellë rezultate të mira në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Me konsumin e çajit të kamomilit dhe lehtësimi i nyjeve do të jetë më i gjendshëm. Gjithashtu përdorime të tjera të kamomilit do të bëjnë ndryshime korrekte në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përfitoni në maksimum prej vlerave të kamomilit, sigurohuni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Kryesisht në formën e tij natyrale të papërpunuar, çaji i kamomilit do të jetë një përzgjedhje fantastike edhe për shëndetin tuaj. Një gotë çaj kamomilit në ditë, përpara se të flini gjumë, është parë se mund të lehtësojë problemet e pagjumësisë edhe të sigurojë një gjumë më cilësore në mbrëmje. Sigurimet të tilla të kamomilit do të japin rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Por sigurisht kamomili duhet të kombinohet në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Kamomili ka edhe efektet e tij anësore. Prandaj kamomili nuk duhet të përdoret nëse jeni alergjik ndaj kësaj bime, por duhet të përdoret me kujdes dhe gjithashtu edhe në mënyrë natyrale. Bëni kontrolle tek mjeku përpara se ta përdorni kamomilin nëse keni probleme të caktuara shëndetësore, pasi kamomili mund të përmbajë sasi të vogla të kumarinit, i cili mund të ketë efekte të lehta në ullimin e gjakut. Prandaj ekspertët cilësojnë kamomilin si një përzgjedhje të mirë afatgjatë për organizmin. Për sa kohë, kamomili përdoret në mënyrë të rregullt dhe natyrale dhe i kombinuar në mënyrë të thjeshtë në dietën tuaj, ndikimi i tij në shëndet do të jetë pozitiv dhe nuk do të ketë efekte anësore, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.